që të marrim një përqindje më të madhe të atyre njerëzve që kanë drejtu me shtetin. Unë po e ceku që nuk kam lindë në Mërgem, unë kam marrë në moshën 21 vjeqare këto, në moshën? 21 vjetë. 21 vjeqare, dhe më thonë, kam marrë që 11 vite, në fakt. Prej kohës që unë e kam marrë dhe deri tash, jam bërë disa ndryshime të knatshme, e para dhe me rëndësi në Mitrovic, ku e kom përfunduar në shkollën, në atë kohë nuk kom pas guxime me dalë ndaj urës dhe pi kafen, ndërsa ta shkova dhe me shumë krenari e vizitova Mitrovicën e Veriut, unë gjeva shumë një aspekt, e vizitova dhe shkollën e mjekësisë andej e kështu me radhë. E dyta, që unë e shoh përparimtare janë vizat, të cilat nuk kemi më probleme me në ardhë familjarët e tonë më na vizitu. Pastaj rrugat e 13 është një gjë që sektori publik veç ka po e gëzon. Mendoj që ka edhe me gjyshrit e tonë, po fitojnë kogja mirë domethënë pensionet e tyre, shtesat për fëmijë, rrugat edhe e drejta e punëtorit, unë mendoj që shumë e mirë se në kohën që unë kam qenë. Unë e kam studiu, e kam përfundu shkollën e mesme të mjekësisë, dega farmaci, dhe në atë kohë kam punu për 150 euro në banatore tër ditën, e hane, e djellë, ndërsa tani rrugat janë shumë atë kënaqshme se në krahasim me 2014. Besoj që kur përmende